SPAK ka 6 vjet që i rrotullohet qeverisë si p***va në përbreg dhe kur nuk ka guxuar t'i përmend emrin kreut të qeverisë. Në 3 vitet e para, 2019-2022, SPAK, i drejtuar nga Enverist Kraja, ish hetuesi i komunizmit me shkollë partie dhe ish kandidati për deputeti 31 marsit 91 nga Rinia Komuniste, në aspektin hetimor, u mor vetëm me autokombajner Bektashin, arrestoi me letra 9 herë Fatos Tushën, Shukriun pse ju grisën brekët dhe profesorit Vim Priftin, ndërsa në aspektin tekniko-ndërtimor, për një tender në janar 2020, rreth 8 milion euro për të rikonstruktuar godinën, që nuk ishte as 3 vjet që ishte ndërtuar nga BE. Në 3 vitet e Dumanit, nga 2022-2025, SPAK godet ata që bezdisin Ramën në qeveri dhe për statistika bërë 7 urdhra arresti për Lefter Kokën, 5 për Alqi Bllakon, 3 për Vajngjush Dakon, 2 për Ilir Beqajn dhe pritet që t'i rrasin edhe një arrest për inceneratorin e Tiranës përsëri Erion Veliajt, që është në burg për të brendshme. Për bankersin ta shohim se kujt do ja faturojnë vjedhjen e mbi 10 miliardë eurove, me që pak ditë ka që e ka marrë si dosje për çdo aferë tjetër korruptive, falje të pronës së shqiptarëve investitorëve strategjik, koncesionet plot vjedhje, tunelet me vlerë marramendse, anijet rangall të Bangladeshit të Yuri Kimetes, falja e portit të Durrësit, tentativa për të falë Sazanin, aeroporti i Vlorës, gjoba 100 milion euro e falur e bankers, fonde 230 milion euro të Kriftsës, 1.5 miliard euro të rindërtimit nga Tërmeti, mbi 300 tender me vlerë 2 miliard euro të pandemisë, mbi 1 miliard euro fonde peshqesh të akshit që u jep miqve dhe familjarve, parku voltaik i Porto Romanos, parku fotovoltaik në Remas Libofsh, dhe çdo rrugë ndërtuar me vlerë sa 2 apo 3 fishi i çmimeve që ndërtohen në rrugët në çdo vend të BE-s, ka vetëm një emër, ai është Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë prej vitit 2013. Kur SPAK-u nuk ka guxuar, nuk guxon dhe nuk ka këllqe t'ia zërë në gojë një herë të vet me emrin, për të tjerët bën si Cuba, ndërsa ati mazalla se u shkon ndërmend. Madje edhe kur rastësisht u shkon në përmend ose e shohin në ëndër, ngrihen me njëherë në këmbë dhe nderojnë. Hajt, silluni edhe 3 vite që u ka ngelur lart e poshtë si Lavierës apo si port për brek, e ikni qërroni nga drejtësia magjike se për 9 vjet bët një vrim në ujë. Për ju Spurdhiak, prokuror të SPAK, vetëm Rama nuk ekziston si subjekt se është kryeministër, por edhe po t'ishte dikush tjetër, të njëjtin qëndrim do të mbanit, sepse ju jeni të tredhur nga pushteti dhe i lopini siç keni lopyer gjatë gjithë karrierës tuaj, këdo që ka qenë në pushtet. Pastaj, kur i shihni që nuk kanë më pushtet, i arrestoni për show me video duke treguar se jeni Cuba, por në fakt, ju pak nga ju janë kokra hajdutësh.